Përshëndetje të gjithëve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim për një temë ndryshe. Nëse keni hyrë te kjo video, gjithmonë ka diçka për ju. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, temat për dashurim, por dhe videot e muajit prill, sepse aty shtrihet i gjithë muaji. Dhe shohim energjinë që na vjen në lidhje me këtë lexim. Nuk e di, letrat janë brapsh, po. Atëhere, kemi energjitë shenjave të tokës, energjitë shenjave të ujit, energjitë shenjave të zjarit. Këtu shoh, nuk e di, dikush refuzon diçka, ju mund të refuzoni një dashuri, edhe pse shoh që një person kërkon t'ju japi një mundësi, ose ju mund t'jepni një mundësi këtij personi, dikush refuzon diçka. Ndërkohë, shohim që është një person që bie shumë i trishtuar në lidhje ndoshta me një dashuri, edhe pse shohim dikë tjetër që i ofron këtë dashuri. Gjithsesi, shoh mbylljen e diçkaje. Ndoshta ju jeni lodhur për një kohë të gjatë në lidhje me një njohje ose me një lidhje dhe aty do t'i jepni fund. Ndërsa në lidhje me anën tuaj ekonomike dhe me punën tuaj, do keni oferta, është një ofertë që ju do ta refuzoni. Ndoshta nuk do t'ju pëlqejë si ofertë. Ndërkohë ju shoh që në vendin tuaj të punës ndjeheni shumë të lodhur. Ndoshta mund të keni bërë dhe 2-3 punë njëkohësisht për disa prej jush. Për disa të tjerë mund të jeni duke mbyllur projekte, bashkëpunime të ndryshme që keni për të bërë fillime të reja, për të filluar diçka tjetër. Në lidhje me anën ekonomike, disa prej jush i shoh që jeni në një pozicion të mirë ekonomik, ndërsa për një pjesë tjetër ju shoh që bini pak të trishtuar nga ana ekonomike, por gjithsesi është një person që do t'ju mbështesi. Ju mund të ndjeni pak të lodhur, ndoshta këto keni qenë për një kohë të gjatë duke menduar për anën tuaj ekonomike, por ka ardhur momenti që ju të çliroheni nga këto situata. Dhe shohim se çfarë do na sjelli mbreti i monedhave. Dhe këtu kemi energji toke. Shoh që dikush është në pritje këtu. Kemi energji të shenjave të zjarit. Ju jeni duke pritur ose prisni një person, në një rast, në rastin tjetër, ose ju prisni një ofertë që do t'ju vi në lidhje me anën tuaj ekonomike, ose me punën tuaj, dhe këto mund t'jenë oferta të ndryshme gjatë kësaj periudhe, në lidhje me projekte, me bashkëpunime ose një punë e re, ndërsa nga ana ekonomike është një person, jeni në pritje të një përgjigjeje nga një person, ndoshta ky person mund t'ju mbështesi, t'ju këshilloj në një rast, në rastin tjetër mund të jetë një person që do t'ju mbështesi dhe nga ana ekonomike. Dhe ju do t'jepni fund një lodhje që ka zgjatur për një kohë të gjatë. Dhe këtu shohim ju mbyllni situata të vështira. Dikush prej jush mund të jeni ndier ndoshta të lodhur ose dhe dikush sikur ju mbështet, dikush do t'ju nxjerrë nga kjo situatë, shoh. Mund të jetë një situatë e vështirë në dashuri për një pjesë prej jush, për pjesën tjetër mund të jetë një situatë ekonomike ose një situatë te vendi i punës. Dhe këtu kemi energji toke, energji zjari, dhe shohim dhe një tjetër. Shoh që ju keni marrë eksperienca dhe kemi të bëjmë me energji të shenjave të ajrit, ndërkohë një dritë e bukur, sikur është një ëngjëll mbrojtës që do t'ju japi një dritë për të ndriçuar situata të ndryshme që ju keni. Një pjesë prej jush mund të keni pasur situata në lidhje me dashurim, por keni një ëngjëll mbrojtës, sikur do t'ju drejtojë në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet.
Në rastin tjetër mund të jetë që një ëngjëll mbrojtës ju mbron në lidhje me punën tuaj nga ana ekonomike. Për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje dhe me fëmijët tuaj, sepse shoh te kjo figurë tregon që një nën që mban një fëmijë në dorë, por është një fëmijë i rritur, dhe ju mund të jeni duke i dhënë fund diçkaje që ju ka lodhur, dhe për një pjesë prej jush mund të dëshironi që të jepni drejtim fëmijëve tuaj. Dhe vim të energjia e shenjave të ujit. Çfarë ju pret ju të shenjave të ujit? Shoh që ju jeni në një pozicion ku do harini, disa prej jush mund të jenë single dhe refuzojnë një dashuri, ndërsa për pjesën tjetër ju keni harini të stabilizoni ndoshta emocionet tuaja, punën tuaj, por dhe anën tuaj ekonomike. Disa prej jush do marrin disa para. Dhe këtu kemi të bëjmë energjinë e shenjave të tokës. Ju shoh në një stabilitet ekonomik, por është një stabilitet që ka ardhur fal punës tuaj. Dhe kemi energji të shenjave të ajrit. Ju, disa prej jush, mund të keni të bëni me institucione shtetërore, mund të keni të bëni me zyra, me dokumenta të ndryshme, ndërsa për një pjesë tjetër mund të jetë dikush do t'ju ndihmoj, por ju nuk e shikoni gjatë kësaj periudhe. Për një pjesë tjetër mund të ndiheni pak të trishtuar në lidhje me punën ose anën ekonomike, por shoh do merrni disa para, edhe do jepni disa para gjatë kësaj periudhe, dhe këto para do t'i jepni në lidhje me dokumenta të ndryshme, ose mund të keni dhe çështje të ndryshme me zyrat e shtetit ose zyra private, nuk e di. Gjithsesi ju do dëshironi të zgjidhni diçka, por duke dhënë një shumë parash. Dhe shoh që një zhgënjim. Këtu kemi energji të shenjave të ajrit. Disa prej jush mund të keni marrë goditje në lidhje me një dashuri. Disa të tjerë mund të keni marrë goditje te vendi punës, me projekte, me punën tuaj, me bashkëpunime të ndryshme, ndërsa për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me institucione shtetërore, me pjesën e dokumentave, ose për një pjesë tjetër mund të keni çështje zyrtare të ndryshme, ose çështje edhe në zyra private, thash, që ju dëshironi të zgjidhni, do jepni disa para, por shoh që do zhgënjeni nga këto, nuk e di, nga diçka që ka lidhje me këtë. Dhe kemi energji të shenjave të zjarit. Ju do çliroheni, do t'jepni fund një lodhje që ka zgjatur për një kohë të gjatë. Dhe këtu flasim si në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën tuaj, për një pjesë tjetër nga ana ekonomike, ose edhe me situata të ndryshme, mund të jenë situata në shtëpinë tuaj, në familjen tuaj, në lidhje me fëmijët, me pronat, me projekte, me bashkëpunime të ndryshme, dhe ja të shohim. Shoh që ju dëshironi të largoheni dhe të bëni fillime të reja, të filloni çdo gjë nga zerua. Në qoftë se ju ka lodhur një histori, atëherë ju dëshironi të largoheni, por edhe të merrni iniciativa për të bërë fillime të reja, sepse kemi kartën e të çmendurit, ndoshta këtu kemi të bëjmë me energji të shenjave të tokës, të ajrit, por dhe të ujit. Ju dëshironi të ndoshta të bëni çmenduri gjatë kësaj periudhe, duke filluar një njohje të re për një pjesë prej jush, për një pjesë tjetër duke ndoshta një punë që ju ka lodhur dhe ka zgjatur për një kohë të gjatë, ose diçka në lidhje me projektet, me bashkëpunimet, ju dëshironi të çliroheni nga këto situata dhe të merrni iniciativa për të bërë fillime të reja. Por kjo ka vlerë edhe në lidhje me anën tuaj ekonomike. Ju shoh kemi energji të shenjave të ajrit, keni marrë eksperienca në lidhje me këto situata që ju kanë lodhur, ju do çliroheni nga këto situata, por ndërkohë do filloni të bëni dhe çmenduri, dhe mund të jenë çmenduri nga më të ndryshmet këto. Do merrni iniciativa, ndërkohë do jeni duke studiuar dhe situatat që keni kaluar, këto situata të vështira, do përdorni shumë pjesën e logjikës, por do merrni dhe vendime të rëndësishme. Këto vendime mund të kenë lidhje me dashurinë për një pjesë prej jush, për të bërë një fillim të ri, për pjesën tjetër për të filluar një punë të re, një projekt të ri, një bashkëpunim, ose në lidhje me karrierën, por dhe nga ana ekonomike. Dhe ja të shohim për çfarë bëhet fjalë këtu.
Dhe shoh energjitë shenjave të tokës ka të bëj për një pjesë për ju shumë fort me anën tuaj ekonomike. Ju dëshironi të lini mbrapa një punë që ju ka lodhur, të çlirojeni, por ndërkohë dëshironi të shtoni dhe të ardhurat tuaja për të gjetur një punë për të pasur më shumë të ardhura. Në rastin tjetër, në lidhje me dashurinë, ju dëshironi të riskoni, të rrezikoni, të merrni iniciativa, por duke u përdorur më tepër pjesën e logjikës, jo pjesën e zemrës, dhe dëshironi të investoni përsëri në një dashuri. Në një pjesë tjetër mund të dëshironi të investoni te fëmijët tuaj, ose një investim për veten tuaj, ndoshta për të bërë një trajnim, një kurs ose diçka tjetër. Mund të dëshironi që të investoni edhe te shtëpia juaj, por gjithsesi shoh që merrni dhe disa para. Dhe shohim me pakon tjetër çfarë do ndodhi për gjithë ju. Dhe këtu kemi energjitë shenjës së Demit, të Peshores dhe të Shigetarit. Ju shoh që do keni fillime të reja që do marrin zhvillime shumë të mira. Këto mund të jenë fillime të reja në dashuri, një fillim i ri në një punë të re ose një projekt, një bashkëpunim. Mund të jetë fillim dokumentash, mund të jenë fillime në lidhje me fëmijët tuaj, një shtatzani, ndërsa në rastin tjetër mund të jetë edhe një fillim i ri ekonomik që do marrë zhvillime shumë të mira, do të sjellë bollëk, prosperitet. Ndërsa për një pjesë tjetër, ju mund të jeni duke filluar një kurs ose dëshironi të ndryshoni diçka duke bërë një fillim të ri. Dëshironi të bëni një investim në shtëpi për të ndryshuar diçka te shtëpia juaj. Por ndërkohë shoh që është një fillim që do t'ju sjellë ndryshime të mëdha në jetën tuaj dhe do marrin zhvillime shumë të mira. Dhe për gjithë ata që dëshirojnë të kenë një shtatzani, shoh që do jetë një shtatzani që do t'ju sjelli ndoshta edhe do jetë e mbarë, do t'ju sjelli fat. Kjo është karta e pakos, më duhet ta heq. Disa prej ju shoh që do ndiheni në dilema në lidhje me këto fillime të reja. Ju dëshironi të filloni një ndoshta të hyni në një njohje të re, në një lidhje të re, dhe shoh që jeni në dilema, sepse për disa prej jush këtu kemi energjitë shenjave të tokës. Ju mund të ndiheni në dilema sepse ka qenë një lloj karme në lidhje me ju. Ndoshta në zgjedhje mund të keni qenë midis dy personave, mund të keni qenë midis dy situatave të ndryshme, ose në dy partneritete, mund të keni qenë midis punës dhe familjes, ju mund ta merrni në çfarë do lloj situate. Gjithsesi, ju shoh në dilema, në lidhje me diçka. Kjo ka lidhje me çfarë do lloj situate që të keni. Dhe kemi përsëri kartën e të çmendurit dhe kjo është te kartë e pakua tjetër. Dhe kjo tregon që ju nuk e di, dëshironi të bëni një fillim të ri të çmendur. Ndoshta ose të bëni çmendurira gjatë kësaj periudhe. Ndërkohë, do merrni iniciativa dhe këtu kemi energjitë shenjave të tokës, të ajrit, në lidhje me një fillim të ri. Ju dëshironi të hyni në një lidhje, në një njohje të re, në një rast, në rastin tjetër, për disa të tjerë, mund të dëshironi të merrni iniciativa në lidhje me punën, me projektet, me bashkëpunime të ndryshme, por dhe nga ana ekonomike. Ju shoh në dilema, por ju do dilni nga këto dilema, duke bërë këto fillime të reja. Një pjesë tjetër mund të dëshironi fillime të reja në lidhje me fëmijët tuaj, ose në lidhje me pjesën e dokumentave. Ose në lidhje me një trajnim, me një kurs, me hapjen e një biznesi, hapjen e një pune. Domethënë, gjithçka nga këto quhet një fillim i ri. Dhe shoh kemi 9-ën e monedhave, energji toke. Disa prej jush mund të jenë persona që janë single dhe ndihen shumë të sigurt në veten e tyre. Më falni, është 9 e kupave. Ju do ndiheni shumë mirë në lidhje me fillimet e reja që ju do bëni. Këto fillime do t'ju japin shumë emocione. Mund të hyni në një njohje ose lidhje dhe kjo gjë do t'ju bëjë që ju të ndiheni mirë me veten tuaj. Ndërkohë, për një pjesë tjetër, mund të keni një shtatzani gjatë kësaj periudhe që do t'ju japi shumë kënaqësi, ose fëmijët tuaj mund të fillojnë një jetë të re dhe ju do t'ju japi, kjo gjë do t'ju gëzojë. Për pjesën tjetër mund të ketë lidhje me punën, me projekte, me bashkëpunime
që do keni, por për disa të tjerë mund të ketë lidhje që ju mund të dëshironi të shkoni edhe diku në një vend me ujë ku t'ja kaloni mirë aty. Ndërsa për një pjesë tjetër shohim që mund të keni lajme të mira në lidhje me këto fillimet e reja. Në qoftë se ju do merrni iniciativa në lidhje me një person, shoh që edhe ky person do ketë emocione në lidhje me ju, ose ju do merrni një lajm nga ky person. Dhe shoh kemi mbretin e kupave të ujit, kemi energjitë shenjave të ujit. Është një person që ka emocione dhe ndjenja në lidhje me këtë njohje që ju do futeni. Për një pjesë tjetër do keni lajme të mira, një çlirim shpirtëror, ju do ndjeni mirë nga situata të ndryshme që mund të keni pasur, dhe mund merrni lajme nga fëmijët tuaj, nga një projekt ose bashkëpunim që keni, ose te vendi i punës. Në rastin tjetër mund të jetë një person dashamirës që do t'ju mbështesi. Ndërsa për disa të tjerë një çlirim shpirtëror shoh në lidhje me situata të vështira që mund të keni kaluar. Dhe kemi kartën e Britsjapit ku ka planet Saturnin. Për disa prej ju shoh që do kenë shumë pasion gjatë kësaj periudhe në lidhje me këtë njohje ose lidhje, ose edhe në marrëdhëniet tuaja. Ndërsa për një pjesë tjetër shoh që ju mund të jeni keni kaluar vështirësi në punën tuaj ose edhe në situata të ndryshme, ose edhe në lidhje me anën ekonomike, por dhe situata të vështira. Mund të kenë qenë tensione në familje, në shtëpi, në te vendi i punës, një pjesë prej jush mund të keni pasur vështirësi me dokumentat ose me fillimin e diçkaje të re. Gjithsesi, planeti Saturnit vjen për të që ju të vendosni një rregull në jetën tuaj. Dhe këtu kemi 10-ën e kupave, dhe këtu shoh një çlirim shpirtëror nga situata të vështira. Ju mund të keni pas të bëni me njerëz toksik, me situata toksike, me persona që ju kanë tensionuar, ndoshta si në lidhje me dashurinë për një pjesë prej jush. Për një pjesë tjetër mund të kenë qenë edhe varësi, që nuk e tham, ju mund të keni pas edhe varësi, por çliroheni nga këto situata gjatë kësaj periudhe. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të jenë edhe tensione, ose ju mund të keni pas edhe një person në jetën tuaj që ju ka kontrolluar gjatë gjithë kohës jetën tuaj, por do çliroheni nga këto situata. Ju do ndjeni mirë. Për pjesën e beqarëve shoh një takim me këtë person, ka shumë pasion, ka shumë emocione. Ndërsa për pjesën tjetër mund të keni dhe partneritete, lajme të gëzuara, festime në familje, mbasi të dilni nga gjitha këto situata që ndoshta keni përjetuar. Dhe marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim se çfarë ju thonë. Dhe kemi mbretin e ujit. Thotë që me zemër të mirë, thotë, bëni durim, thotë, në lidhje me situatat që ju keni kaluar. Dhe thotë, kjo lidhje është diçka, do me thënë që është një zgjedhje. Dhe këtu flasim në lidhje me njohjet ose lidhjet. Por në rastin tjetër, flasim edhe në lidhje me punën tuaj, me projekte, është zgjedhja juaj gjatë kësaj periudhe që ju do bëni në lidhje me këtë gjë. Duhet të besoni brenda vetes tuaj në lidhje me këto fillime të reja ose me zhvillimet që do marrin situatat tuaja gjatë kësaj periudhe. Duhet të përqafoni veten tuaj, por dhe tjetrin, dhe personin tjetër që keni një njohje në lidhje ose në marrëdhënie, por në rastin tjetër duhet të mbështesni dhe persona të tjerë te vendi i punës në lidhje me projekte, me bashkëpunime të reja që ju mund të keni. Atëherë, kjo ishte për ju. Ju përshëndes të gjithëve. Uroj një dëgjim të këndshëm të kësaj videoje. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Atëherë dëgjojmë në video të radhës.